Alia Shiku tash 16 vite është banore e shtëpisë të moshuarve në Prishtinë. Alia është një grua mjaft e fortë e cila ishte përballur me një sëmundje të rëndë, e tani dukej mjaft mirë dhe e vullnetshme. Por që thot se sa je në këmbët e tua, gjithsecili ta rrej shpinën, ndërsa kur nuk je mirë, je e vdekur për të gjithë. E teksa thot se nuk e ka gjallë askënd prej familjes së ngushtë, vetëm një vëlla, ajo thot se nuk është vetëm edhe pse është e vetme, pasi që ka dikë gjithmonë me vete. 16 vite. Hala si këmë bërë 16 që gati. Qysh po kalon këto? Shumë bukur. Kur të punojnë kam, si cili ta rrej shpinën, ku t'jesh, edhe në shtëpi edhe këtu. Si e mirë me kam, për gjithë kënd ke vdek. Po mendoj, vetë mundë me hecë, me dalë, hala s'këm me të bashkë. Kam pas mundjet, është të vërtet që kam bërë operacion shtumorin, e kam hjek, jam pastru, jam rahatu, po që hala duhet ka dalë me ma vetën, ka kohë tjetër. Gjatë kohës që e kanë këtu, domethënë një operuar, po? Qitash që 6 muaj. Kem veturë, kem njerëzit që miren me ne, kem punëtor që miren me ne personalisht, nuk është e thanu një njeri me punu, për të gjithë këtu stafi punojnë me neve. Ata janë pagun për ne që tu, më marrë me ne. Me gjendjen time, me gjendjen tjetrit, vjen mjeku kur ka vizita, na viziton, interesohet, ku për shembull për mua, për flas vetë për vetis, nuk e përfasoj krejtun, se cili përfason vetin. Vjen mjeku, kem barna, sa të kem nevoj, kur s'kemi, i blejmë vetë, kem ka pak para do të më blej vetë. Më shëru, vetin me shëru. I nejtë gati do të vetit. Nëse s'ke barna dush me. Vine, kur kanë ko vinë, se punojtë mitë të gjithë. Nëse kanë ko vinë, nëse s'kanë ko nuk vinë. Unë shkoj në herë, vinë marrin, pas që jo mërë shkoj të të mitë, kam një pak të mesët e. Ata, pëse kemi hy këtu në e mandat të aty në familjeve? Po. Së në hekin dorë për një, asë nga për ty në s'mundemi. Të gjithë jem të mirë këtu, se të gjithë dim që ditë të nëmrume kemë. Na sot për nesër jem këtë institucion, po që tonë nuk hekin dorë për një. Të gjithë vinë, të gjithë. Sot të unë e nesër të tjetër, në shej cili ka ato drejtimet të veta. Po mendoj vinë të kush duhet më ardhë. Unë e shkoj, kur mundem, shkoj, kur nuk mundem, rrinë shtëpi. Gjallë se kam kërkon nanas, babas, vlazën, një vlam kam jetë krejtë, kërkon hiq, vlazën më të rej kam tjertë. Allahu është për të gjithë ne, e kujdesit për të gjithë neve. Kështu që une jam vetëm, po si jam vetëm, pa Allahun kërje, pa Allahun si jam kërkush, po mendoj që se respektojmë, se dim që eksiston një forës botnore, se si që dim bota din ato. Kështu që une nuk jam keq. Më pas qarsundja me pas, janë gjendje me nadal ndihmë, punëtorët, teknikë që kemë shkollum, janë shkollum, kanë ngri me ditë që është njerëjo, dhimtat e njerëjo, se njerë nuk është të thanë vetëm vara me ju pa, për mrendia shka është, se varën kërta është se cili të shërën është ta, ama mrendia është tjetër krejtë, të këtu i kemë shkollum. Kemë psikologën, kemë drejtoreshën e patë, kjo është drejtoresha jonë, njeri taft, njeri shkollum kemë që din me udheq me ne. Alia thot se ka haruar edhe ndjesin si festoheshin bajramat më herët, pasi që ka kaluar shumë kohë. Mirë po na rëfen disa copsa momentesh, anje pse thot se i ka kaluar lezeti edhe vizitav, pasi që nuk i ka më prindrit gjallë. Herët. Ka kalu ajo kohë. Që 5-16 vite. Ma ndihë nësë jam këtu që 24 vite s'këm të nejtë Kosovë, jashtë jam, këm jetu jashtë. Ku ke jetu? Këm jetu në Gjermani, në Austria dhe në Amerikë. Në maron të nana baklava që të knash ke krejtë, shka maron të shishëm vike, shishëm pëse nanë. Dhe ka ditë nanë shumë, këm pas pastor, shumë punëtore, shumë ka ditë mirë me pregadit, me gatu, me prit. Neve në ka prit, këptot në fëmi, saj. Ama ishim kalablak, ishim i gjallar të afer, kishim dajt, këtë me ne që aty në ishin, se edhe shkollat e mesme kishim Gjilan, unë Gjilanit jem. Shkollat e mesme kishim Gjilan, që aty në ishin me neve, për ditë, dajt e mi gjallar të djemë të ty në vajzat, të ty në u knashim. Jeta ishte për para. Tash ka ndryshu shumë. Raportet njerëzor duhet tash më afrun me zvetin, vend se më afrun, na po largohemi. Sot janë një shansë me dalë jashtë i del me njëherë. Shumë e dashtë, mirë ishte për para, shumë. Kam në shkojtet mirë, mundohen ata, po më ka dalë lezeti i prindve, i nanës, baba më herët në ka vdek, me nanë kemi jemi rritë, kështu që s'pëm përqen që tash pak e hiqë. Nusët e sotit i thonë veti nusë, ma u lyme, më ndojsh ku. Kur shka i thu se po shka i më këshyra e ly, asë ly, në këshyre ato si po sidhën me mu, apo kanë
raporte duhuna njerëzishme ndaj tezës burrit që më kanë, tezës burrit më kanë, se unë si kam të vllaznive, këta nipat për të motrë si kam fëmijë. Vllazniet kanë fëmijë, po janë Gjermania ata krejt. E para se të vente në këtë institucion, Alia kishte jetuar për 20 vite në Mërgjem. E kur ishte kthyer, thotë se kishte gjetur Kosovën në një gjendje shumë të keqe dhe se kishte përjetuar shumë rënd, duke mos i parë familjarët në çfarë gjendje ishin. Jo ti me luftë marrë. Jo, kanë ikë njerëz kur ka krizë lufta. Jo, unë para luftën, herët më shumë. 92-93 kom dalë në Austri, jo. S'kam pas lidhje me luftëç. S'kam përjetuar vetëm dëgjova që në televizion po gjithkund botë. Nëpër media i për që lufta është kry, edhe erdha. Mi pat, me ta kam dikon gjallë, s'kam. Tjetër është, telefoni tjetër është kur vjen gjallë. E kur erdhe qyshe për tani Kosovën? Më zëtjeq valla kur e marrë. Kur aeroplani në pruni prej Stambolli, se në për Stambolli erdha për Amerike. Edhe këtu në Kaçanikun, kur e kom pa krejtëzi, krejtëzore mushkini më kanë turbullu. Qaq vështirë që kom përjetu. Ma ndek nej, mos kishe shka me këqyrë. Unë s'kam ditë kur gjë heq, vetëm të gëshin këta nipat kur erdha teze që shtu ka ndodhë, teze që po trishona, hala s'pe di vedin, s'po muj me marrë me men se që ka ndodhë ajo masakër, jo luftu, masakër. Bilez, Alia në e kritikoi edhe profesionin, por Shënazja në doli paksa në mbrojtje. Gazetari je, hisë për ta pëlqej detyrën. Gazetarët zvyni kur gjëjsin. Pse? Hiç, kini punë me tuti farë, Allah të bërtetet. Në shtë zbërtasin Të krejt. mirë janë. Të mirë. Zoti i Po, rujti ti shoha. tri, edhe ti jo konere, edhe unë jam konere, Po punë e madhe, po plakevi. s'kena pas atër kamerat që vija. Jo. S'kena pas kësi kushte. Ja, që vija, si kemi.